Luan Shkëlzen Haradinaj i ka dhënë fund beqarisë, duke kurorzuar dashurinë e tij me Anilën në një ceremoni intime dhe plot emocion, të rrethuar nga familjarë dhe miq të afërt. Ky moment i veçantë shënon një kapitull të ri në jetën e çiftit, i cili ka zgjedhur ta ndajë këtë gëzim në një atmosferë të ngrohtë dhe tradicionale. Çifti ka realizuar edhe një fotosesion mjaft të veçantë në kompleksin e familjes Haradinaj në Glogjan, një vend me simbolik të thellë historike dhe shpirtërore për familjen. Pikërisht aty ku u rrit babai i tij, Shkëlzen Haradinaj, ky vend mbart kujtime dhe vlera të trashëguara ndër breza, duke i dhënë edhe më shumë kuptim kësaj dite të rëndësishme. Pamjet nga fotosesioni reflektojnë elegancë, thjeshtësi dhe lidhjen e fortë me traditën, ndërsa çifti duket më i lumtur se kurrë pranë njëri tjetrit. Atmosfera familjare dhe ambienti autentik i Glogjanit e kanë bërë këtë ngjarje edhe më të veçantë dhe të paharrueshme. Urime dhe jetë të lumtur çiftit të ri, ndërsa mbetet për t'u parë nëse ata do të ndajnë më shumë momente nga kjo ditë e bukur për ta me publikun.